Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në Vlogmas. Në ditën e parë të Vlogmasit, nuk e di se sa vite bëjmë Vlogmas, se kam humbur numrin tani. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe po, normal që do kemi Vlogmas. Dhe nuk e di a do jenë të gjatë si herë të tjera ose duke qenë se jam e kam kohën pak më të kufizuar, le të themi, kështu që nuk e di se sa do zgjasi, por të paktën do mundohem, do jap maksimumin tim të bëjmë çdo ditë video, të kemi çdo ditë vlog, sado të shkurtër të dalin. Këtë vit Vlogmas fillon pak ndryshe, sepse fillon me një fest, siç e shikoni dhe nga titulli, dhe kam edhe një titull tjetër, tani jam për herë të dytë hall, kështu që sot kemi festën e djalit të Heroanit, të nipit tim, kështu që data sot është 30 dhe nesër është data 1, kështu që e dini që një ditë para gjithmonë jemi me vlog, që të kemi video të gatshëm për ditën tjetër. Që të kemi pra video me datë 1, duhet të fillojmë xhirimet pak të një ditë para. Nuk kam rezervë fare video të tjera, por do ta fillojmë sot dhe më bëhet shumë qefi që po e fillojmë kështu këtë Vlogmas. Jam shumë e lumtur, mezi pres tani të shkojmë në Tiranë, të bëhemi gati dhe të shkojmë në Tiranë, sepse kemi festën e lindjes të Heroanit. Dhe do shkojmë njërë të puna si fillim, të përgatis të marrë dhe veshjet që do marrim me vete. Duke qenë se janë dhe festat për pak kohë, kemi përgatit dhe një super koleksion të Saudeza, por kam betur shumë brapa me fotot, sepse dje kemi përfunduar me veshjet, dhe duhet me patjetër të paktën me datë 1 të jetë lançuar koleksionieri. Duke qenë se nuk më shkuan planët ashtu siç e kisha imagjinuar, se kisha shumë dëshirë fotot e koleksionit të ri t'i bënim në të borë, por në razën para një jave kishte borë dhe këtë javë që doja të shkoja unë, nuk ishte fare të borë, kishte shkrirë, kështu që nuk shkuan planët siç e kisha imagjinuar, siç u thash. Dhe në moment fundit do t'i beja dhe me aparatin tim. Dhe në moment fundit s'po dija se ç'a do beja, kështu që thash, shkruajta dhe te një fotografe që ka një vend shumë bukur këtu në Shkodër, por nuk më ktheu përgjigje. Thash, ok Dezi, tani ç'a do bësh? Do shkosh pak më herët tek festa e djalit dhe do mundohem të bëj fotot atje me Elin. Nuk janë shumë veshje në numër, kështu që nuk besoj se do vonojmë shumë. Gjithsesi atje ambienti është shumë i bukur, sepse kur kam mbyll Gysi me Holton lokalin, kur ka prenotuar, kam qenë dhe unë me Tonin, kështu që e di që hoteli është, lokali është shumë i bukur, në fakt është si quhet, pra edhe lokal edhe hotel bashk, s'po më kujtohet si quhen fix këto. Nese, është shumë ambient i bukur, kështu që tham të shkojmë pak më herët dhe të bëjmë fotot e koleksionit atje. Uroj mos më ketë vajt vonë tani, sado që jam zgjuar herët, bëra banjo, thava flokët, dhe tani do shkoj pak të puna, pastaj do shkoj tek Eliksiri për të bërë make-upin dhe flokët. Pra, jo si herët e tjera, sot do shkoj në parukeri të rregullojmë, të bëjmë e bukur, prandaj uroj mos ju kem trembur që më pikë mëngjesit me këtë fytyrë kështu, sepse është pak fytyrë e lodhur, e di, kam patur jo një javë, po disa muaj shumë të ngarkuar, dhe sot më në fund paktën nuk do punoj, uroj mos punoj. Punë është dhe ajo pjesa e fotove, por nesër. Eli, kemi Vlogmas. Përshëndetje. Ç'a kërkon Eli aty? Morbit. Nuk ka. Bëmbej. Për zotin. Vlogmas sa më të mbarë. Faleminderit. S'ka gjë. Ai thoi një përshëndetje dhe për ç'a po bëhemi gati ne tani? Përshëndetje dhe ne sot po bëhemi gati për të ikur te darka e djalit. Të Heroanit. Të Heroanit, po. Okej, je bërë gati ti? Ju. Rrit me pi kafe herë. Në orën 1 duhet të kemi ikur. Të ja vedi se ti na vonon gjithmonë. Unë? E gjova dhe këta. Do shkoj njërë të puna, si që thash, dhe është Agile, hajtë na thua një përshëndetje, kemi filluar Vlogmas sot. Agilo! Ja, kjo është e vërteta në këtë shtëpi. Kjo është e vërteta, zihen çdo ditë. Agile! Tani po thret pak më embël. Kur filloj tani për ta. Hajde, çaj lit këto.
Qa pakelit? Qo e Eli se do iki, ajde. Qo? Na. Qa? Nuk më besohet që kam kaq kohë në... Do më thënë, ora është 10, unë në orën 11:30 kam përtikur te eliksiri për të rregulluar dhe nuk më besohet që kam kohë. Shohim mirë se çfarë çante do marr. Bani mend që ju kam thënë për këtë çantën këtu, që bleva në Itali dhe si ja kam treguar kurrë se si u shkatrua, do më thënë u bë ajo njolla me atë lip glossin që mora në Athinë. Ja, një sekund. Se kjo mbat nga dyja krahët. Shikoni pak njolla këtu. Shikoni. Doni më tha që do mundohet të më laj ai, por kam frikë t'ju them të drejtën. Që t'ja la Donit në dorë. Se kam frikë se do t'a çoj dëm, sepse edhe në disa kështu që kam pyetur pastrime kimike dhe kështu më thanë që nuk e mirë të asnjëri përsipër, kështu që them më mirë le ta lë kështu mos ta prish fare. Kam pëllushin. Jam kem. Sa po erdha në dyqan. Dhe dikush po pastron. Sot është e diel dhe gjithmonë kam ditën e pastrimit tu te puna, por është më i miri, nuk kam çfarë them, është më i miri, do më thënë sot kisha ditën e pastrimit dhe thash, ok, nuk do arri, sepse për një orë nuk do arri të bëj shumë gjëra, por të paktën të mbledh më kryesore të fshit të laj, të Saudeza kam fjalën, dhe vi unë, e kishte mbarkuar gjitha Doni, nuk besohet, do më thënë, është më i miri, nuk kam fjalë, është më i miri, ka pastruar me themel gjithë vendin të Saudeza, e ka pastruar më mirë se unë, do më thënë, dhe çuditërisht unë është herë e parë që vi këtu edhe nuk kam çfarë të bëj. Se dhe prerjet kam ndetur deri vonë, kam ndetur deri gjithë ditën, do të thënë që kam bërë prerje dhe kam lënë punë gati. Kështu që kisha vetëm për të bërë pastrimin sot dhe vi ka Doni dhe unë thjesht do pi kafe, nuk besohet, gjithmonë kafen e pi të ftohtë atini sepse nuk arrita pi të nxehtë, filloj direkt të punoj. Është më i miri. Tani vajti të më marri kafe. Pastaj do nisem te eliksiri, thjesht do bëj llogarit tani, do bëj disa llogarit tani që kemi në fund të muajit për të bërë dhe kaq e lirshme unë, më duket e pabesueshme. Uroj të më shkoj gjithë dita kaq pa stres, uroj o zoti i madh, se gjithmonë kur kam ndonjë rast unë, gjithë ditën jam me stres, të arrit, bëj këtë, bëj atë. Po më duket shumë çudi që deri tani po i marr gjërat kaq qetë dhe po bëj vlog kaq qetë. Mos më marr më sysh dhe uroj të më shkoj gjithë dita kështu. Të çapo ti lëçi gjëra ta për të marrë. Le, okay. Është njësh, s'kam fjalë. Je njësh, mo je njësh. Valla. Faleminderit. Të çako. Kemi filluar vlog mas. Opa. Do kemi çdo ditë video. Çdo ditë. Çdo ditë. Pa pushim. Pa pushim deri në fund të vjetorit. Se njoh veten. Lumshin duart. Artiste. Se njoh veten për Zotin. Sa po erdha, nuk do të prish flokët tani. Uroj që pëlqej dhe ju, pëlqen të njesh masë. Mirë, do shkojmë deri në zdralje. Vetëm se kemi një problem. Kemi bërë pak ekstra make-upin, sepse kam për të bërë dhe fotot. Qa problemi kemi tani? Do të kishim ikur, tani kam filluar të stresojmë. Kemi një problem, sepse këpucë që kam blerë unë kur isha në Athinë te Zara, nuk isha filluar akoma me veshjet e koleksionit dhe pothuajse gjitha i kemi, veshjet i kemi me detaje silver, kështu që këto këtu mua nuk më shkojnë dhe nuk di se si doja bëj tani.
Do më thënë ka këtë pjesën e goldit këtu, që nuk më shkon. Nuk di se si doja bej tani. Nuk di fare se si doja bej. Nëse unë po i marrë me vete këto, dhe shofim. Agile, u veshe mam. Shpejt, se duhet ikim. Veshe do t'i marrë me vete në makinë, kështu që s'kam geta, s'kam bler geta, kam harruar të blej geta. Dhe ku të shkoj unë tani në këtë gjendje të blej geta. Tani se di kam bëj kështu, apo nga në tjetër. Dega! Hi, Dega! Në familje të ajo. Rita! Teja! Pardon, Mali! Kështita, la i kështita. Rita na mori profesionin, po bën vlog. Pres pedesi, do të bëj vlog. Dhe kur moj vajzë do bësh vlog? Ja ta shoh. Po marroj? Se ke probleme? Eli. 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 Se po bi për gëzimit. Eli. Jo, nuk kemi të utall. Është të jam unë. Eli. Nuk kemi të utall. E di që rajnë. Për zotin është joti. Për krytin tënd. Kemi ka shmuaj që ta kemi porosit. Për zotin. Masa fot. Për zotin më. Po çfarë zotë më? Ja. Është makina jote më. Po çfarë zotë më? Bëmbej. Po çfarë zotë, bëj zotë kryton. Po. Po beson vetë. Po ndjem më. Ja, ja. Po tani ne betojmë për kokën tënde. Po çfarë zotë më? Ja, ose besoj për të madhe. Për të Çfarë do të thojë, më marrë ujë. Po është makina jote. ta gëzosh me mam. Ja futoj një Si shikoj. makinë po makinë. Shumë bukur po. Ti më çapi. Do të marrë ujë. Për krytin të dhe shëjotja. Po, tash më tash. Si qen. A di morë veçan. Po. Zi që me thënë se kam beti ta shem shopu se kam briti. Se ke fritit që? Është porosit para ditë linjës tënde, jo? Po çfarë zotë më vjen? Po thonë dasë, do të shpëtos nesër, të folëm më se do të kupton. S'jam të besu hiç për të Ti më makinë. Prisja reagim më wow. Po se të besu më, nuk e di se më të besu. Sa do rrej kush me ti? Sa do rrej kush? Ja, sparajme. Po çfarë zonë? Do vi zotë? Bëj një galica babit se u emocionu. Çan, babi, çan. Ju zotë. Shnera voti. Gol shtata jeli, jo? Mos më thuj që i ke vu dhe emrin? Assicurazione veta? No, Luciano. Ja.
Ja. Tani beson. Mos e fut kon. Po sa thonë po. Ti me makinë tash, unë po makinë, ke po kon? Gjyqi po makinë. A vash ka Allahin toka? Allah na ruaj. Ka shans. A e pe emrin më herë? Se do çeshe. Jo, do të ta kardhak. Ti me makinë po makinë. Do të gjyqi dhe gjiro. Po Allah na ruaj, Bash me thon, çfarë ka Allahin toka? Foto sot e vura. Eci la. Ai ku. Nesa po erdhëm në shtëpi, jam me vdekur për gjumë, ora vajti 3, dhe duhet flep. Ili shokuar, është akoma shokuar me surprizën që i berëm, por më gjatë do flasim nesër, do ju them fix se qa ishte kjo surpriza për Elin në videon e nesërme. Kështu që tani po shkoj të flep, kaluam shumë bukur, nuk e di se qa kam filmuar, nuk e di se qa më kanë filmuar, kam kërkuar video nga gjithë, sepse unë nuk besoj se kam bërë shumë video gjatë festës, kështu që i kam thënë të tjerëve të më dërgojnë qa video kanë, që të kem pak material që t'ju tërgoj dhe juve. Kam tani, se kemi kërcyer shumë, po flas lehtë sepse gjithë tani kanë bajtë të flenë. Tani kush heq gjithë të kapsa nga koka dhe kush heq gjithë këtë make-up. Se keni ide në sa më koka, vjen dhe keq të prish këtë make-up. Harrova t'ju them, gjë më kryesore, nuk bërëm fotot. Si ka mundësi, do më thënë këto foto, ndodhin ka shumë gjera dhe s'po bëhen. Shumë tërës po më shkon kjo puna fotove. Të koleksionit 3 e kam fjallën. I thash në fillim video që është ambient shumë i bukur, atje ku do shkojmë në Tiranë, që thash që do bëjmë festën e djalit. Dhe prisnim do më thënë që do të bënim poshtë. Se poshtë vërtet ishte ambient shumë i bukur, por morëm vesh që flokët e mia tani po i prish. Si përfundim ishim në të pjesa lartë, dhe të pjesa lartë ishte shumë basic, shumë thjesht, që më shumë unë nisë holda dhe gysi për atë vend, sepse ishte shumë bukur do më thënë poshtë, plus që si që thash, prisnim që do ishte poshtë pjesa pemës, plus që lokali ka dekorin shumë bukur poshtë, dhe si përfundim ishim lartë, pjesa lartë. Kështu që thash, okej, tani ku t'i bësh fotot, normal që mund të bënim foto sa të donim dhe poshtë, sepse s'kishte njerëz dhe nuk është të pengonim njeri, por arritëm dhe vonë, nuk arritëm se doja të arrinim të pak të 1 orë para që të arrinim të bënim foto, por arritëm pak vonë në orarin që po vinin dhe njerëzit, kështu që thash, desi lere se s'qen ka shansi që të bëhen këto foto këtu. Jashtë ishte errësirë dhe nuk po dilnin gjë, kështu që i lam fare, as foto veshjen nuk bëra. Më bëri doni 2-3 foto, po as njëra s'ka dale hajrit, kështu që as foto për veten time nuk bëra. Nesër tani do shohim se çfarë do bëjmë për fotot, ku do t'i bëjmë, se duhet me patjetër, kam thënë gjithë klientëve që të hënën do lançojmë koleksionin dhe si jemi kërkum. Kështu që njerëz po e mbyll këtu duke heq këto kapsat nga flokët këtë video, dhe ne do shihemi në videon e radhës. Sorry për këtë mbyllje, por po flen të tjerë dhe nuk duhet bëj zhurmë. Dhe duhet heq gjithë këto kapsa tani, s'po më dhëm koka, dhe duhet heq dhe make-upin. Ne do shihemi në videon e radhës që është nesër. Bashim, bye!